sot atër. Me që se dojtë tjetër pyetje. Jo, thash po. Ke thonë që do përbalesh me Edi Ramon pas disa ditëve, po në 30 prill është përballja e parë. Spaku kërkoi dhe gjykata pranoi ta ulan ballën. Do e nisni me atë përballjen pastaj me Ramon? Apo do merreni direkt me Ramon? Tani, ta ulan balla është autori i shpifjes i trillimit si pas të cilit Sali Berisha i ka dhënë tokë të shpronësuar nga autoritetet pushtuese italiane gjatë luftës dytë botërore, të shpronësuar dhëndrit të tij, fletore zyrtare të vitit 1941-42 dhe kadastre vitit 37, faktoj 1, toka ka qenë e familjes Begeja dhe familjeve të tjera aty. 2, faktojnë se ajo tokë nuk është shpronësuar kur, është rekuizuar njerë 6 muaj dhe herën e dytë 6 muaj, por kanë iku italian të herën e dytë, dhe pas lufte u është konfiskuar nga komunistët dhe janë pushkatuar 2 antarë të asaj familjes. Pra, shpifja e pa skrupullt e Tauland Ballës është ndër më të ultat dhe ajo po ndiqet në të gjitha format. Po ndiqet. Kurse ju personalisht do të përballeni në 30 prill? Kurse unë kam avokatët të cilët në qoftë se gjykatësi ose avokati kërkon që unë kem aty, do t'jem pa diskutim. Unë zbatoj urdhrat e autoritetet kompetente. Kurse Edi Rama, se cilat ishin akuzat që u bën ndaj meje? Akuzat që u bën ishin 2. Unë sipas mashtruese Dumani Kraja dhe Fetahu, Enkelejda Fetahu, ka pas dikur Milonaj, po është Fetahu në fakt. Enkelejda Fetahu, unë kam bërë sipas tyre ligje dhe vendime për të favorizuar dhëndrin tim. Mashtrues të turpshëm dhe ordiner nuk kanë guxuar të paraqesin një ligj të vetëm, një vendim të vetëm. Dhe njerë një vendim që paraqiten mashtruar. Thanë që anulloj vendimin pas 7 muajsh në një kohë kur vendimi edhe sot është në fuqi. Edhe sot është në fuqi. Ku anullue. Pra, akuzuar kjo kolon ra, nuk kishte asnjë vendim. Nuk dërgojnë dot sepse për të shpallur në konflikt interesi, do të vlerësoj sipas ligjeve gjykata kushtetuese. Nuk kanë dërguar dot asnjë vendim, asnjë ligj si konflikt interesit Sali Berisha. Po kanë marrë një vendim të përballin me Edi Ramon, do të jeni apo jo? Prit një minutë. E dyta, akuza e dytë. Se unë kam ndryshuar destinacionin e terrenit nga klub sportiv në zonë urbanistike.